Subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet, selamet më të mira mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët atë sallallahu alaihi wasallam e pasojnë. Të nderuar vëllezër, inshallah do të flasim për një tematikë krejt tjetër nga ajo që kemi folur më herët. Do të mundohemi të diskutojmë rreth disa ngjarjeve dhe ndodhive të cilat janë ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmes gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë ngjarjet, tregimet kur flasin dietarët dhe i tregojnë ato dhe i shpjegojnë para xhamatit, kanë një ndikim me të vërtetë të ndihshëm dhe kanë një ndikim të madh në zemrat e njerëzve. Dhe mu për këtë edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin Kerim, një pjesë të madhe të Kur'anit ka rrëfyer dhe na ka treguar ngjarjet e bukura. Ngjarjet e popujve të cilët kanë jetuar para nesh. Për ata thot Allahu subhanahu wa taala i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë nahnu nakussu alejke ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Ne do t'i rrëfejmë, do t'i tregojmë ngjarjet më të bukura të cilat do t'i shpallëmi ty nga Kur'ani. Sikurse e dim plot ngjarje të bukura që Allahu xhelle xhelalu na i ka rrëfyer dhe na i ka treguar në Kur'an. Mi po cili është qëllimi që Allahu xhelle xhelaluhu na i ka treguar këto ndodhi dhe na i ka rrëfyer këto ngjarje? E para, që të marrëmi mësim, që të marrëmi ibra, mësim, që të marrëmi përvojë dhe mësime të jetës të atyre të cilat kanë jetuar para nesh. Qoftë mësime të mira të atyre pejgamberëve të Allahut xhelle xhelaluhu, të cilat kanë ecë rrugës së drejtë para neve, qoftë mësime të cilat ne të largohemi prej asaj rrugës, sikurse ngjarjet dhe tregimet që Allahu xhelle xhelaluhu që na i ka rrëfyer për popullet të cilat i ka dënuar për shkak gjunaheve dhe veprave të këqija. Në të dy anët muslimani përfiton. Andaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ka përmend këto ngjarje, këto tregime që ne të marrim mësim, sikurse thot Allahu subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Me të vërtetë se në tregimet e tyre, në ngjarjet e tyre, kishte mësime për ata zotit e mendjes, për ata të cilët mendojnë. Gjithashtu, njëra prej dobive që Allahu subhanahu wa taala na i ka rrëfyer këto ngjarje, këto tregime, qoftë tregimet e pejgamberëve, qoftë prej tregimeve të popujve që kanë jetuar para nesh, është se Allahu subhanahu wa taala ka dashur me e forcu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët të cilët kanë qenë përreth tij, me mësimet dhe sprovat të atyre të cilat kanë kaluar para tij sallallahu alaihi wasallam. Sikur se thot Allahu subhanahu wa taala, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul, dhe ne do t'i rrëfejmë të gjitha prej atyre tregimeve dhe ngjarjeve të cilat ju kanë ndodhur pejgamberëve, ma nuthabbita bihi fuadak, me qëllim që na ta forcojmë zemrën tënde, që të përqendrojmë në fe. Wa ja'aka fi hadhihi alhaq, dhe në to ka ardhur hak, drejtësi, kanë qenë ngjarje reale të cilat kanë ndodhur. Wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin, dhe në to ka mësime dhe përkujtim për besimtarët. Njëjtën metodologji e ka ndjekur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka rrëfyer ngjarje reale të atyre popujve të cilët kanë jetuar para nesh. Nga se shumë prej ngjarjeve të cilat i kanë ndëgjuar për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të cilat do t'i përmendimi apo do të jetë kjo seri e këtyre gjëratave, disa prej ngjarjeve të cilat na i ka rrëfyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Janë ngjarje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë ndëgjuar nga ahlul kitabi, nuk i kanë ndëgjuar nga popujt që kanë jetuar para nesh, po as nuk i ka lexuar dikon. Mirë, po kjo tregon se ato ngjarje që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka rrëfyer kanë qenë shpallje nga ana Allahu subhanahu wa taala. Nga se e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet prej mendjes së tij, nuk ka fol prej asaj sikur se flet njëri që ka i flet vetja e tij, mirë po atë që ka fol Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjen e dinit ka qenë shpallje që është shpall atina, sikur se thot Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, dhe ai nuk flet nga mendja e tina, in huwa illa wahyun yuha, nga sa vetëm një shpallje që shpallet atina sallallahu alaihi wasallam. Andaj për sot do të ndajmë disa çështje me një ngjarje, me një tregim të cilën na ka rrëfyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj do të ndalemi në pika të shkurta disa prej mësimeve që i marrim nga kjo ngjarje. Këtë ngjarje ka transmetuar, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që në ky hadith është i vërtetë në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Transmeton Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: prej gjeneratave të cilat kanë qenë thot para jush, kanë qenë 3 persona të cilët e kanë marrë një ditë një udhtim. Këtë hadith besoj se të gjithë e keni ndëgjuar. Mirë, po unë do ta përmend dhe do të ndalemi në pika të shkurta disa prej mësimeve që i nxjerrën nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot gjatë udhtimit të tyne i ka zënë nata dhe janë strehu me një shpellë. Me një rivajet ka ardhur, i ka zënë një shi i madh dhe janë strehu me një shpellë.
Gjatë qëndrimit ty, në gjatë strehimit ty në shpellë, thotë është rrekullis një gur i madh dhe e ka zënë derën e shpellës. E pastaj kanë thonë ne nuk kemi rrugdalje nga kjo shpellë, vetëm se ta lutemi Allahun xhelle xhelaluhu sinqerisht me punët tona të mira që i kemi bën, që të shpresojmë se ndoshta Allahu xhelle xhelaluhu na gjon rrugdalje. Dhe njëri prej tyre ka thonë: "O Allah, thotë unë kam pas dy prindrit e mi të shtyrën e mosh. Mirë po i kam respektu dhe i kam nderu te i mase. Sa që thotë nuk i kam ushqy as familjen time, as fëmijët e mi, as shërbëtorët e mi, që i kam pas prej robëve para prindëve të mi. Sa që thotë një natë më ka hutu kullosa, thotë dhe jam vanu, derisa më kthyn në shtëpi. Thotë dhe kur jam kthyn në shtëpi i kam pas se dy prindrit e mi kishin fjetur. E pastaj thotë kam qëndru me kovën me qumsht te koka e tyre derisa ka zbardh agimi. Kurse fëmijët e mi thotë kanë çaj te këmbët e mia nga uria. Mirë po megjithatë thotë nuk i kam dhënë përparësi para prindëve të mi. Thotë o Allah, nëse e kam bën këtë vetër për hatër tonë, nëse e kam bën këtë punë vetëm për ta arrit kënaqësinë tonë, na largo këtë pengesë që ta vazhdojmë rrugën. E pastaj është ka lëviz guri, mirë po jo dha aq sa kanë pas mundësi me dal nga shpella. E pastaj është luti dyti dhe ka thonë: o Allah, thotë unë e kam pas një vajzë të agjës, e kam pas një një kojshike, të cilën e kam dashur shumë. Aq tepër e kam dashur sikur se e don burri gruan e vet. Thotë dhe një ditë prej ditë, thotë një vit, thotë e ka godit vendin tonë uria. Thotë kurse unë e kam pas thotë mjaftueshëm pasuni. Thotë dhe është ardh, është detyruar thotë ajo vajza me ardh tek unë dhe me kërku ushqim apo me kërku diçka prej parave. Thotë dhe ja kam dhënë 120 dinar me qëllim që vetëm me kusht që të vetmohet një herë me mua. Thotë dhe ajo e imponuar, s'ka pas rrugdalje, thotë është detyruar që të vetmohet me mua. Thotë masi që ju kam afruar sikurse ja afrohet burri gruas së tij, thotë më ka thonë ki frikë Allahun. Dhe mos me prek vetëm se me hak, vetëm se me niqah, vetëm me ato që është halal. E pastaj thotë jam kujtu, thotë edhe e kam lënë, jam largu. Thotë dhe ja kam lënë gjithë atë pasuni që ja kam dhënë. Thotë o Allah, nëse e kam lënë këtë vepër, këtë gjuna që kam mujt me rënë zina, thotë për hatët kënaqësisë tënde, për të arritur kënaqësinë tënde, thotë largona këtë pengesë në të cilën jemi dhe s'po mund me vazhdue rrugën tonë. E pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëviz guri pak, mirë po dhe jo aq sa kanë pas mundësi me dal prej shpellës. E pastaj i treti prej tyre është lut dhe ka thonë: o Allah, thotë unë kam pas njerëz të cilët kanë punuar me mua tek unë me rrugë, punëtor. Thotë dhe secilët prej tyre ja kam dhënë hakun, sa ka merituar. Përveç njërit i cili e ka lënë punën dhe ka ik para se me marr rrugën, para se me marr hakun e tij, djersën e tij. Thotë dhe prej rrugës të cilën e ka lënë pa e marr, thotë unë kam bën tregti, e kam shtuar pasuninë. Dhe kam shtuar thotë prej lopëve, prej deveve, prej deleve, prej robëve, aq sa kur është ardhur një ditë me kërku hakun e vet, i kam thonë gjithë ato çka po ta shoh si dyt, prej lopëve, prej deleve, prej bagdive, prej robëve, është prej rrugës tonë. Sa që thotë ashtu judita ka thotë apo bën hajgare me mua, thotë bëj marr rrugën hakin tëm dhe të shkoj. Thotë jo, krejt këto që po shet është prej rrugës tonë. Thotë merre, thotë edhe krejt kjo takon ty. Thotë pastaj e ka marrë gjithë atë pasuni, thotë dhe është largu. O Allah, thotë nëse e kam bën këtë punë vetëm për hatrin tënd, vetëm për me arrit kënaqësinë tënde, largona këtë pengesë që të dalim nga kjo rësirë, që të dalim nga një shpellë. E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu e ka lëviz gurin dhe është hap dera atyne dhe e kanë vazhduar rrugën. Këtë hadith e ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithi është i vërtetë. Çka janë ato mësimet, ato dobit që i marrim prej këtij hadithit? Na do të mundohemi shkurtimisht të përmend disa prej dobive dhe prej mësimeve që mund t'i nxjerrim nga ky tregim, nga kjo ngjarje, të cilën na ka rrëfyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, lajmet të cilat thash na i ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për popujt që kanë jetuar para nesh, s'ka dyshim se janë shpallje nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk janë tregime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë dëgjuar prej njerëzve. Pastaj, prej mësimeve që i marrim nga kjo ngjarje, është se veprat e mira të cilat i bëjmë në kohën sa jemi në rahati, janë sebeb që Allahu xhelle xhelaluhu me na gjet rrugdale kur ne jemi në vështirësi. Shaki aty në veprave të mira që na i bëjmë kur jemi në rahati, kur jemi në nimete. Sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin dhe këshillat që ja ka dhënë Ibn Abbasit, që ka thënë ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu amamak. I ka thënë ruaje Allahun nëse don që Allahu të ruaj ty. Ruaje ti Allahun nëse don që Allahun ta gjesh para teje kur ti ke nevojë për to.
Çka do të thotë ruaje Allahun? Kurse Allah s'ka nevojë na me rujt atë. Dietarët kur kanë folur në komentin e këtij hadithi, kanë thënë ruaj kufit që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për ty. Ruaje dinin e Allahut dhe dispozitat e Allahut, Allahu të gjendet dhe të përgjigjet lutjeve tua kur ti je më së vështirë, momentet më të vështira. Kurse me një rivajet, këtij hadithi ka ardhur ta'arraf ala Allahu fi raha, njihe Allahun kur ti je në rahatli, kur ti je në nimete, ya'rifuka Allahu fi shidda. Allahu të njeh ty kur ti je në vështirësi. Andaj edhe shohim edhe nga ngjarja se veprat të cilat këta i kanë bën kur kanë qenë nimete, kur kanë qenë rahatllëk, mirë po kanë qenë sebeb që këto veprat e mira Allahu xhelle xhelaluhu mi u përgjigj dhe mi u gjajt rrugdalin momentet e vështira. Pastaj nga ajo që kuptojmë nga kjo ngjarje është se muslimani s'duhet ta humb shpresën asnjëherë nga Allahu subhanahu wa taala dhe ta lut Allahun xhelle xhelaluhu në momentet e vështira. Nëse është Allahu xhelle xhelaluhu ai i cili yujibul muttarra idha da'a, sikur se ka ardhur në ajet kuranor që Allahu i përgjigjet atij i cili është më i nevojshëm në momentet që Allahut i lutet ai. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib", e kur pyesin robt e mi për mua thuaj sa një më afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an, i përgjigjem lutje se lutësit nëse ai mua më lutet. Andaj muslimani nuk duhet ta humb shpresën, mirë po ti merr mundësitë dhe sebepet të cilat ka mundësi në ato momente. Sikur se rasti këtyre personave të cilët s'kan pas mundësi dhe sebepe tjera përveç se ti lutën Allahut xhelle xhelaluhu. Pastaj fjala apo këshilla e mirë që muslimani s'duhet ta neglizhojë asnjëherë. Fjala e mirë dhe këshilla e mirë në momente të caktuara ndoshta është sebeb që Allahu më uzu dikon për shkak të fjalës tënde. Andaj asnjëherë mos e neglizho. Sikur se fjala kësaj vajzës kur ju është afruaj, i ka thënë kifli Allahu xhelle xhelal. Andaj muslimani nëse e sheh një vëlla musliman duke e bënë gjuna ose e sheh duke e shkelni për dispozitave të ndalesave të Allahut, mos ta neglizhoj dhe mos t'i vi keq ta këshilloj. Nga se ndoshta çajo fjalë jotja është sebeb që ai më uzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Është sebeb që ai të pendohet. Është sebeb që ai të shpëtojë prej zjarrit të xhehenamit. Andaj ka thënë kifli Allahu xhelle xhelal. Dhe u përgjigj asaj fjale edhe e ka lënë atë gjuna për hatër të Allahut subhanahu wa taala dhe e ka shpërblyer Allahu në momentet më të vështira. Pastaj ajo që ka kuptojmë nga kjo ngjarje është vlera e respektimit të prindërve. Edhe pse ai nuk e ka pas patjetër, ndoshta që të pres prindrit derisa të zgjohen dhe t'i ushqej e t'i lej fëmijën e tij me çajt. Nuk ka qenë e obligueshme, mirë po e ka bën këta vullnetarisht për respektit të madh që ka pas ndaj prindrit. Andaj çdo respekt, çdo nder që ja bën prindrit, dije se kjo nuk humb tek Allahu xhelle xhelalu dhe kjo shënohet në peshorën e veprave të mira. Dhe s'duhet ta neglizhojë asnjëherë muslimani respektin që duhet ta ketë ndaj prindërve të tyre. Sikurse Allahu xhelle xhelalu na ka urdhëruar: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dhe ka urdhëruar Allahu xhelle xhelaluhu që mos të adhurohet askush përveç Allahut. Mos adhuroni askush përveç Allahut, përveç tij. Dhe me prindrit dhe me nanën dhe babën të jeni të silleni mirë me ta. Menjëherë pas hakut Allahut, Allahu e ka lyp hakun e prindërve. Menjëherë pas nënshtrimit dhe urdhave ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe adhurimit të Allahut, Allahu subhanahu wa taala e ka fut obligueshmërinë e respektimit të prindërve. Kjo është domethënë vlera edhe haku të cilin Allahu xhelle xhelaluhu e lyp prej neve që kemi ndaj prindërve të tonë. Gjithashtu, prej mësimeve që marrim nga kjo ngjarje është që muslimani duhet t'ja jep hakun punëtorit të cilin e ka në udhëheqjen e tij. Duhet t'ja jep hakun që e ka. Përndryshe ka dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Përndryshe i jetë bërç dhe i hin ndër hak që në ditën e gjykimit ndoshta ai hak kushton shumë fish për asaj që i ke hi hak në dunja. Shumë fish i asaj që kërkon Allahu në ditën e gjykimit që t'ja kthesh prej veprave të mira dhe sevapeve që ndoshta haki i dunjas ka qenë krejt i thjesht. E që ndoshta ti e ke privu nga i hak dhe s'ja ke dhënë hakun atij punëtorit të cilën ti e ke pas në udhëheqjen tënde dhe në porosin tënde, Allahu xhelle xhelaluhu ndoshta ditën e gjykimit kushton shumë më shumë ai hak. Andaj edhe kjo ka qenë njëra prej shkaqeve që në momente të vështira e ka shpëtuar këtë person vetëm se ja ka dhënë hakun punëtorit e tij. Gjithashtu, nga kjo ngjarje kuptojmë se ajo që ka qenë shariat tek popujt që kanë jetuar para neve, vlen edhe për neve si umet. Nëse na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një gjë të tillë dhe nuk bën ndesh me shariatin ton. Ai që ka qenë prej shariatit tek pejgamberët e mëhershëm. Respektimi prindërve ka qenë obligueshëm edhe tek pejgamberët e mëhershëm, edhe tek popujt
para nesh. Mja dhon hakun punëtorit, është diçka e obligueshme, edhe tek ata që kanë jetu para nesh, mu largu prej harameve, ka qenë ndalueshme zinaja edhe tek popujt para nesh. Andaj ky shariat, që ka qenë tek popujt e mëhershëm, është shariati edhe për neve. Nëse na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këto dispozita, edhe këto dispozita nuk bin kundërshtim me shariatin ton. Andaj vlen edhe për neve si veprat e mira apo si obligime nëse ato janë në gradën e obligimeve. E krejt për asaj që ka kuptojmë nga kjo ngjarje, më e rëndësishme është sinqeriteti në dua. Sinqeriteti në lutje. Nga se në momentet që këta i kanë lutë Allahu xhelle xhelaluhu, kanë qenë të sinqert. Dhe nuk kanë pas rrugdalje tjetër vetëm se ti luteni Allahu xhelle xhelaluhu sinqerisht. Andaj kjo vlen si mesim se muslimani duhet ta lutë Allahun xhelle xhelaluhu sinqerisht, jo vetëm në momentet më të vështira, por edhe në momentet ku ti je në begati. Lutë Allahun xhelle xhelaluhu sinqerisht, për çdo sen që ty të vyn, për çdo sen që ty duhet. Lutë Allahun xhelle xhelaluhu sinqerisht dhe asnjëherë mos u dëshpëro dhe asnjëherë mos u mërzit në lutjen tënde. E pastaj vëllezër të ndershëm, për mësimeve që marrëm gjithashtu, është se devotshmëria është prej shkaqeve që Allahu xhelle xhelaluhu të përgjigjet lutjeve tua dhe të gjan rrugdaljen në momentet më të vështira. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dhe kush i ka frikë Allahut, Allahu xhelle xhelaluhu i gjan rrugdalje. Nga se këto vepra që i kanë bërë këta tre persona, prej veprave të mira, kanë qenë prej sifatave të njerëzve të devotshëm. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu ju ka përgjigjë lutjeve të tyre. Dhe prej asaj që më shumti marrni dobi nga kjo, është se të kërkuarit apo të ndërmjetësuarit te Allahu xhelle xhelaluhu me veprat tona të mira. Njëna prej llojeve të ndërmjetësimit që lejohet tek Allahu xhelle xhelaluhu me ndërmjetësu, janë edhe veprat e mira që i bojnë për hatër të Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj muslimani, le të jetë kjo si këshill, duhet ta merr dhe ta bëj program të jetës tij, që të bëjë ndonjë vepër prej punëve të mira, qofshin ato dhe vullnetare, që mos t'i di askush përveç Allahu xhelle xhelaluhu. Nga se në momente të vështira janë ato vepra të cilat ndoshta nëse ndërmjetësojmë me to tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe i lutemi Allahu subhanahu wa taala sinqerisht, gjajmë rrugdalje dhe gjajmë zgjidhje. E nëse vetmi dhe pyetemi a kem bën diçka prej këtyre punëve që neve na duhen në momente të vështira, atëherë kjo është një pikë pyetje që duhet i përgjigjemi secili prej neve. Andaj si këshill le të jetë kjo që të bëjmë prej veprave të mira sinqerisht vetëm për hatër të Allahut xhelle xhelaluhu. Që ato vepra mos t'i di askush tjetër përveç Allahut. Nga se këto vepra të shpëtojnë në dynja, edhe ato vepra ndoshta e randojnë më shumë ti dhe sot dyshim peshoren e punëve të mira në ditën e gjykimit. Qofshin ato të shumë të vogla për syrin e njerëzit, mirë po sinqeriteti në punët e mira e rrisin shpërblimin tek Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj këto ishin vetëm disa prej mësimeve të cilat i marrëm prej kësaj ngjarje. Elusmi Allahun xhelle xhelaluhu që këto mësime na bëjnë dobi në jetën tonë të përditshme në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë Allahu xhelle xhelaluhu në dunjë dhe në ahiret. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.